kave të mira, Po? e muzikë të mira, më vjen mirë shumë. Gjithashtu që jemi neve dhe sot. Cila mendon që është zgjedhja e duhur, të bëhen zgjedhje të reja apo? Zgjedhja duhet, qëre, zgjedhja duhur është këtë ndori ka Albin Kurti. Po? Nëse do në më shmangt, edhe me lehtësu arkën e shtetit mas pakti me 10 euro, 10 milion, a jetu i folë mu. Po të ndëgjoj. Atëherë duhet më shmangë zgjedhjeve. Po? Për më shmangë zgjedhjeve, duhet Albin Kurti të bën koalicion me partinë e dytë, ose të mirët vesh për Po? Unë s'dija jetë më dëgjua jo. Të ndëgjoj shumë mirë, vetëm se nuk flas që të mos të ndërpres ty. Duhet ja jep shansin partisë e dytë t'i propozoj 2 kandidat për kryetar. Po thua këtë rast PDK-s? Unë po them këtë rast PDK-s. Po, kështu. Edhe mi zgjedh njërin prej tyre, edhe kryen zgjedhjet, kryet presidenti, edhe i pështojnë arkës shtetit mas pakti 10 milion euro. Po pra, faleminderit shumë. Kjo është zgjedhja ma mirë që ma merr mendja. Po, faleminderit shumë. Ky ka në dur 2 opsionet. Po, mirë, faleminderit.